Çështja e vazhdimit të dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës është bërë kryesisht një pikë për të prishur interesat e fuqive të mëdha dhe për të shprehur prestigjin e tyre, tha analisti politik Dragomir Angelković për Kosova Online. Pyetja është bërë shumë e rëndësishme në nivelin global kush do të zhbllokojë dialogun nga fuqitë e mëdha. Prandaj, unë mendoj se me përpjekjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkisë Evropiane, ndikimi i fuqive të tjera është konkurrencës së ndërsjellë. Dialogu do të vazhdojë relativisht shpejt sepse pavarësisht situatës në Prishtinë, politikanët shqiptar do të duhet të pranojnë sugjerimet e mentorëve të tyre perëndimor dhe pa marrë parasysh se krijojnë probleme dhe vështirësi, ata do të hyjnë në një dialog, beson Angelković. Sidoqoftë, ai thotë se fakti që dialogu do të fillojë nuk do të thotë se do të arrihet një zgjedhje produktive. Fillimi i dialogut deri në fund të këtij viti dihet, por çdo zgjidhje është në plan afatgjat. Ajo nuk do të arrihet aq shpejt, pala e Kosovës thjesht nuk tregon ndonjë fleksibilitet dhe është shumë i ngurtë në kërkesat e saj. Sa i përket Serbisë, ajo ka treguar gatishmëri për kompromis, por ka arritur në pikën që nuk do të ketë më lëshime, beson Angelković. Drejtoresha e Qendrës për Studime Euroatlantike Jelena Milić vlerësoi se nuk mund të ketë marrëveshje midis Beogradit dhe Prishtinës pa Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n dhe shprehur shpresën që i dërguari amerikan Richard Grenell do të ndërmarrë nismën për të organizuar një takim të ri midis dy palëve. Ajo beson se është arritur shumë në procesin e bisedimeve deri më tani fal angazhimit të Grenellit, nga marrëveshja transporti deri te heqja taksave. Le të mos gënjehemi, taksat u shfrytëzuan fal përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara dhe Grenellit dhe duhet të shtojmë mbështetjen për Schengenin e vogël deri në përpjekje për të organizuar një takim në shtëpinë e bardhë, theksoi Milić në një intervistë për Kosova Online. Sipas saj, ajo që diskualifikon Europën si një lojtar kryesor në zgjidhjen e çështjes së Kosovës është përbërësi i sigurisë për të cilën KFOR-i është përgjegjës. Sot në Kosovë hyjnë në fuqi masat e reja shtrënguese kundër koronavirusit, të cilat përveç tjera shkufizojnë lëvizjen e qytetarëve dhe qëndrimet në ambientet e hotelerisë. Institucionet publike dhe private në Kosovë janë të detyruara të zvogëlojnë numrin e të punësuarve dhe të punësojnë vetëm personelin e nevojshëm dhe rekomandohet të shfuqizohen shërbimet shëndetësore të parëndësishme. Restorantët që ofrojnë shërbime hoteliere janë të ndaluar të punojnë nga ora 21 deri në 5 të mëngjesit në të gjithë territorin e Kosovës. Ata mund të punojnë vetëm jashtë duke respektuar distancën prej 1,5 metra midis tavolinave dhe është lejuar marrja shërbimeve me porosi. Nënkryetari i shoqatës së hotelerisë së Kosovës, Fatos Mekuani, tha se ky vendim është i nxituar, ka më shumë njerëz të infektuar në institucionet publike sesa në vendet si kafenet apo restoranet, kështu që ne e konsiderojmë këtë vendim të nxituar. Në muajt e ardhshëm sektori i hotelerisë do të jetë plotësisht i falimentuar në këtë mënyrë, tha Mekuani, përcjell reporteri. Si rezultat i koronavirusit, në 24 orët e fundit, 9 persona vdiqën në Kosovë dhe u regjistruan 152 raste të reja të infeksionit, njofton Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti duhet të udhtojë në samitin e Parisit, i cili pritet të zhvillohet javën e ardhshëm, njofton Klan Kosova. Hoti tha se do të informoj publikun për këtë menjëherë pasi të marrë datën për modalitetin e saktë të takimit. Ne jemi duke pritur që data të konfirmohet së shpejti dhe pasi të kemi datën ajo do të shpallet para publikut, tha Hoti. I pyetur se cili është plani i qeverisë së Kosovës për sa i përket shqyrtimit të dy vendimeve të Komisionit për demarkacionin me Malin e Zi, Hoti tha se ai do të veprojë me Komisionin e ri në përputhje me ligjin. Analisti politik dhe profesor i Universitetit Nexhmedin Spahiu tha sot se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi më nuk ka rol në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe se ideja e ndarjes së Kosovës është gjithmonë në ose nën truezë. Në një deklaratë për Kosova Online, Spahiu tha se shpreson që dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit do të rifillojë së shpejti. Bashkia Evropiane dhe Shtetet e Bashkuara janë së bashku në këtë proces.
me faktin se amerikanët janë zyrtarisht ndërmjetësues dhe në thelb ata janë bisedim me Serbinë për çmimin që Serbia po kërkon njohjen e Kosovës, tha Spahiu. I pyetur se çfarë roli pret me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi pasi aktakuza kundër tij u njoftua në Hag, Spahiu theksoi se Thaçi nuk ka më rol. Me 4 korrik ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, ambasadori amerikan ngriti flamurin amerikan së bashku me kryetaren e parlamentit të Kosovës, Vjosa Osmani, dhe jo me presidentin e Kosovës, theksoi Spahiu. Aktakuza për krime lufte kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe bashkëpunëtorit tij të ngushtë Kadri Veseli shkaktoi edhe një dramë tjetër në relacionin Prishtinë-Bruksel, çështjen e qëndrimit të misionit të EULEX-it në Kosovë, shkruan Sputnik. Kryetari i Amzës shqiptare në Serbi, Demo Berisha, thotë se duke refuzuar të zgjasë mandatin e EULEX-it, Thaçi po përgatiste terrenin për vendimin për shfuqizimin e gjykatës speciale, e cila ishte menduar të fillonte në parlamentin e Kosovës nga partia e tij e udhëhequr aktualisht nga Kadri Veseli. Thaçi vendosi për këtë veprim duke e ditur se çfarë pret, beson Berisha. Ndërkohë kur Gjermania kuptoi se çka po ndodh, automatikisht bëri diverzionin për takimin në Amerikë për 2 arsye. EULEX-i ka dokumentuar të gjitha materialet në gjykatën speciale, kujdeset për dëshmitarët e mbrojtur dhe monitoron zbatimin në një kohë kur policia e Kosovës nuk do të kryente urdhrat e gjykatës, EULEX-i do të bënte atë, tha Berisha. Moti sot i nxehtë dhe me vap, në veri me intervale më të gjata me diell dhe në pjesët tjera plesërisht i vrejtur. Temperatura me ulët e ditës do të jetë nga 16 deri në 21, kurse ajo më larta ditës nga 27 deri në 31 gradë Celsius.